إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i dashuroi besimin në zemrat tona dhe na i zbukuroi. Lutim Allahun Azza wa Jall që mos të shmangët besimi nga zemrat tona deri në frimarjet e fundit. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me temën zgjohu para se të zgjojnë. Pra vëllezër të ndershëm, qëllimi jon është ne vëllezër të ndershëm që të zgjohemi para se të shkojmë te Allahu Azza wa Jall. S'ka dyshim se njerëzit me trupat e tyre zgjohen, disa më herët e disa më vonë. Por mbar njerëzit zgjohen me sinjt e tyre, zgjohen me trupat e tyre, lëvizin dhe bojnë allazhverësh, veprojnë dhe punojnë këtë dunja. Mirë po është mjerim vëllezër të ndershëm që të zgjohet trupi, ndërsa zemra ende është në gjumë. Parat Hasan al-Basriu ja përcjell një mesazh Omer ibn Abdulazizit dhe i thot: fatkeqësia më e madhe në këtë dunja nuk është që të flenë të pushojnë syt. Fatkeqësia më e madhe është që të flenë zemra dhe mos të zgjohet. Pra vëllezër të ndershëm, nuk është rreziku i pushimit të trupit. Nuk është për rreziku i mbylljes së sive nga se ato kanë për të hapë. Rreziku më i madh vëllezër të ndershëm është atë që e tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Ya'lamuna dhahira al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Shumë sende dhe çdo send din nga kjo botë, ndërsa për botën e ahiretit totalisht janë të pakujdesshëm. Din të ndërtojnë, din të fitojnë, ekspertën e teknologjinë bashkohore ignorante ndaj ahiretit. Allahu Azza wa Jall nuk e nënvlerëson dijen e kësaj dunjaje, mirë po e nënvlerëson njeriun që atë shumë din për këtë dunja, ndërsa s'ka haber për atë të cilën është kriju dhe ka ardhur. Është gaflet i pakujdesshëm dhe në gjumë pa atë të cilën është kriju. Është në gjumë se ku është ku ja ka mësi me shku. Është në gjumë se çfarë ka përgatit që ta takon Zotin e tij. Pa thonte Ibn Qayyimi, vdekja e zemrës është më e rrezikshme se vdekja e trupit. Nga se vdekja
e trupit i ndan të dashurit e kësaj dunjoje nga familjarët e tyre. Ndërsa vdekja e zemrës e ndan për gjithmonë njeriu nga Zoti i tij dhe nga bota e ahiretit. Gjomi i zemrës është më i rrezikshëm se gjomi i trupit. Nga se gjomin e trupit ka mundësi të zgjon një alarm apo një zhurmë, ndërsa gjomin e zemrës është vështirë të zgjohet dhe runa Zot dhe vetëm zgjohen ditën kur nuk ban dobi as pasuria, as e vladi, as vepra. Ka shumë njerëz që janë në gjomë të jetën e tyre dhe zgjohen ditën kur vdesin. Për këtë arsye zgjohu para se të zgjojnë. Pra leotën ndërshëm zgjohu nga gafleti dhe pakujdesia. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim, iqtarabe linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzve për çdo ditë i afrohet llogaria dhe ahiretit të mirë, po ato janë në pakujdesi të thellë. Ma jeti min dhikri min rabbi muhdethin illa stemauhu wa hum yalabun. Sër që të vjene për kujtim prej anës Allahut Azza wa Jall, ato janë në pakujdesi, janë në dëfrimin në lojrat e tyre. A dini përse thot lahijetën kulubuhum, për çkak se zemrat i kanë të lajthitura, zemrat i kanë në gjumë. Pra leot të ndërshëm, në këtë pyetje që duam t'ja parashtrojmë vetës sonë, sa musibete duam të të ndodhin që ne të zgjojmë. Sa sprova duash të i përjetoj shqiti të zgjosh. Sa smunje duash të i kaloj që të zgjosh. Sa kufoma gjenaze duash të i përcjell që të zgjosh. Sa antartë familjes duash që të vdesin, që të pritës dhe të kuptosh se radha është e hytja. Sa jetë duan ne ti të lexojmë që të lëvizimi zemrat. Sa dhe sa këshilla duam ti ndëgjojmë që të rinjallen zemrat, që të kuptojmë se kemi ardhur këtë botë dhe për kanë jetojmë dhe ku duhet të shkojmë. Pat Allahu Azza wa Jall që na këshillon Kur'ani i Kerim, që thot shpeshtone përmendjen e vdekjes, nga se ajo ju zgjon nga gjumi. Pat Ibn Taymija thot disende janë ata të cilët s'u kanë lënë as një çast, as një moment që të shijoj apo të lakmoj në lumturin apo kënaqësinë e kësaj dunjoje. Cilët janë këto disende? Dhe e para për atinve është për kujtimi vdekjes, mbani që mos të gëzohem tepër për arritjet e kësaj dunjas. E dita për atinve është takimi për Allahut Azza wa Jall, një ditë që kemi me qenë të vetëmuar, gjithashtu mbani që mos të lakmoj që të pa, që jem vetëm, që të jem pasanik apo të jem fitimtar vetëm këtë dunja. Pa do leo të ndërshëm thonë të Ibn Qayyimi, dhe nëse e merë në këtë gjuma, këtë borosi dhe këtë mësim të Ibn Qayyimi do të mjaftoj. Thonë të Ibn Qayyimi, çdo njeri ka me taku Zotin e vetë, dhe çdo njeri ka me banun shtëpin e vetë. I lumë të ati, i cili para se ta takon Zotin e vetë, e ka bo të kënaqër Zotin e vetë, dhe i lumë të ati që e ka ndërtuan dhe e ka zbukuro shtëpin e vetë para se të shkon banon në ta. Pra të lejo të ndërshëm ishin këto selefat parë tonë të cilët i kishin të ngjalla zemrat e tyre. Pa ata nuk e lishin ato hapësirë me thonë me prolongu një sen që Allahu Azza wa Jall e kërkoj nga ato. Pa ata kanë thonë se arma më e rrezikshme e shejtanit është prolongimi apo vonimi i veprave. Shejtani jo gjithve i thot mos u fal, po shejtani shumicëve i thot falu, a mo ki vakti alo i rije. Nuk i thot shejtani mos u pendo, mirë po ti në pleçni ki e vakt kur të pendosh. Shejtani gjithve nuk i thot mos shkonin xhami, po i thot ka vakt për xhami.
shejtani nuk I thot gjithve mos e agjoro këtë Ramazan, po shejtani thot ala herët, ala I rije. Shejtani gjithve nuk I thot vëllezër të ndershëm ktheju Allahut tanë, mos ju kthe Allahut tanë, po I thot ka vakt për ti. Nuk I thot gjithve para këtij se gjunajnë, po I thot atinve këtë plakash, këtë dilën benziti, ke me qenë xhami, ke me lexu Kur'an, ke me ndëgju vajz, ka vakt për ti, koha është e veprimit e punës. A nuk e dini shkreti se ndoshta e nesër ma e ti, vetëm se qefinët janë qenis, e nesra e ti nuk e pret ato për batasie me Imun Ibn Mehrani thonte, kur ishi qënte pleq se janë zbardh, I pytte ato dhe ju drejtonte atinve në këtë formë dhe I thonte, kur zbardhet gruni dhe pjekët çka e pret ata në kombaj. Kur zbardhet gruni çka të pret përveç se kombajës. Pastaj ju drejtu të rive dhe I tha, jo që I nuk jeni zbardh. Tha e dini se shpesher gruni prishet e hanë miza para se mu pjek dhe para se mu zbardh. Pra ka shumë të ri që kanë shku në ahiret, pra do leo të ndërshëm për çdo ditë ne që zgjomi e hapmi portalet dhe lexojmë ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahu dhe tek Ai do të kthehemi, shkoj filani një ditë para mendo dhe emni jot ka me figurun Facebookin tan, Instagramin tan, TikTokin tan, ka me figuru se dhe filani shkoj mos ka këthim për ta. Pra kur do të zgjohemi? Kur do të vetizohemi? Takoj Fodel ibn Iyadin I plak dhe I tha sa vjet I bone. Pyetja më e rëndë që I pashtroi njerit sa I mushe. Sa vjet I bone, tha 60 vjet, si vjet I mushe rumbullak. A ku t'i mormi ditë lindjen e mormi një tortë sa më të madhe me jaruru babës Haxhin 90 vet dhe inshallah dhe një 100 vet. Ndërsa rejat në ton flak qesin inshallah sa ma shpejt kina ton, ndërsa ki vetëm se këto janë formale vëllezër të ndershëm. Ndëgjone çka I tha Fodel ibn Iyadi këtij plaku, tha gjesa I mushe tha 60 vet, mashallah, që 60 vet kanë shenis me mrit e Zoti jot, mendoj se shumë shpejt pas e me mërin. E kur e ndojgjoj plaku këtë fjalë të Fodel ibn Iyadit tha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahu dhe tek Allahu do të kthehemi. Fodel ibn Iyadi ju drejtu këtij burri dhe I tha, a je I vetëdijshëm çka je të thonë? Tha po. A din çka do me thonë se ti I Allahut? Ti që thot jam I Allahut dhe të Ai do të kthehemi, a e beson këtë që e shqipton? Ti je I Allahut, je robi I Allahut. E robi ai ka kri detyrat e Zotit vetë. Nëse beson se te Allahu ke mu kthi, a e din se me Allahun tën ke mu taku? Tha po. Nëse takosh me Allahun tën, a e din se ke me qëndru pranë Ti? Tha po. Tha nëse qëndron para Zotit tën, a e din se ke mu pyetën për çdo sen që ke vepru gjatë jetës tonë? Ja nisi me qajt plaku, tha, si do tjetë hallion, ja e bali, si do tjetë hallion, a ka të një zgjidhje për neve dhe po, zgjidhja është e letë, vetëm dëgjohë me vesh të zemrës, tha, ittaqillaha ma baqi, yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma qad baqa. To që Allahu tanë ato ditë që të kanë ngel, Allahu t'i falë për ditët e kaluara. Pra vëllezër të ndershëm, ne nuk po kërkojmë njerëz pa gabime, po kërkojmë që gabimtar që t'i kthehen Zotit të tyre, që të zgjohen zemrat e tyre, të bajtohen me Zotin e tyre, para se të shkojnë të Zoti tyre, para se t'i befason vdekje vëllezër të ndershëm. Pra zgjohu para se të zgjon vdekja. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se vdekjes prej së cilës I ikni ajo ka me ju godit. Dhe ma e çuditshme vëllezër të ndershëm,
Dikon të rastet një si vjetë kanë ndodhë që ka shtu vdekjen, edhe kjo është që të regon Allahu madhërin e ti dhe s'ka mundësi njerju me hik vdekjes. Në Evropë janë shtuan vdekjet për shkak vapës, ndërtësisë dhe mungesës e klimës, ndërsa Amerikë janë shtuan për shkak klimave. Do kanë vdek prej ftoftit, do kanë vdek prej nxehtit. Këto për nxehtit për shkak se ndërtimet e tyre i kanë ndërtu shtëpitë e tyre për t'i rezistuar ftoftit dhe i kanë bon. Ku pallatet e tyre si me qenë furra dhe njerëz ka shkaktu në shtimin e vdekjes, ndërsa në Amerikë po vdesin për shkak klimave, se klima po shton një lloj bakterie që s'mund me përballu çdo kush. Pra ta pit një pleq sa vuaj nga klima. Pra të leo të ndëshëm që Allah thot وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Agonin e vdekjes keni me përjetu dhe s'ka ike pi asaj. Pa të transmetohet me një transmetim, edhe pse si transmetim ashtë i dopt mirë, po thuat se Allahu kur e ngarkoj me laqën e vdekjes, me amorën njerëzve shpirtat, me laqën e vdekjes i tha Zotit vet, o Zotit madh, njerëzit kanë me murrejt mua. Allahu Azza wa Jall thot mos e ki dert këta se kur kush nuk të përmend ti. Po ka përmend shkakin dhe ka me harruan atë të cilën ka mi ndodh aty. Njani vdic për shkak se pat një aksident. Njani vdic për shkak se ja dhan një ban gabimisht. Njani vdic për shkak se mjeku që operoj s'pat eksperiencë, qetri vdic për shkak se rapi skelës, qetri vdic për shkak ketë dhe për shkak ketë, pra harrojnë ato, se edhe i shnosh kur je vdes, edhe i sëmur kur je vdes, edhe i ri kur je vdes, edhe kur je plak vdes. Pra të Allahu Azza wa Jall s'ka hike prej vdekjes, para të zgjohu, para se të zgjon vdekjan, e në rast në qastet e vdekjes kemi thonë Allahu Azza wa Jall, si që Allahu Azza wa Jall në tregon Kurani Kerim dhe thot hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Çfarë thot njeri kur t'i vden e vdekja bevas, vinë me lekët e koka dhe pregaditën me shku te Zoti vet, thot rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Më ktheu Zot edhe një herë të veproj vepra të mira. Nuk i thot ai ti martoj edhe nipën. Nuk i thot Zotit vet lem o Zot se kulmin e shtëpis Allah se kam qitë. Lem o Zot se Allah se kam pregadit shtëpin por me vendos në ta. Lem o Zot për çka ta kri dhe ketë pun apo dhe ketë. Lem o Zot se edhe një vet nga vet benzin, edhe fond kasën e benzin se kam mor, po i thot la'alli a'malu salihan fima tarak. Ma leo Zot edhe disa ditë që të veproj vepra të mira. Pra të Rabi ibn Khuthejm kur prezentonte në varrime të vëllezërve të tij thonte atë që kishte në krahun e vet. Këtë që pelon këtë vend cila dëshira ti. Cila dëshira me flakët e ti. Thonte dëshira me flakët e ti të kthehet edhe njerë të vepron vepra të mira. Tha po as jemi na pi atinve. A dëshira ati që është e flak në varë, ti e posedon. Na janë atë këthim edhe kena mundësi me vepru. Pse të veprojmë të? Rabi ibn Khuthejm ishte që e kishtë një varë në shtëpin e vetë, dhe por çdo natë embulonte dhe hinte në ta dhe i thonte ja Rabi, çfarë lakmon këto çastet, kthesh edhe njerë, dhe ja Rabi, ja po të kthejt shoh mi çka po vepron. Pra thonte Omer ibn Khattabi llogaritën e vetën e juaj para se të llogariteni. Peshon e veprën tuaj para se të peshosh, ku ti mbill shit para se ti mbill shit në shtrat. Pite vetën tonë sot çka veprova, çka llogall, çfarë me lekët çfarë raporti kanë dhënë te Zoti jam. Për ata njoni tha sa pun me flet pe andrë. Qka po shef? Tha Allah im ka që kejt në për skele. Pi skele pi poshtë,
E pastaj e thej korrizim del gjumi, pastaj apet morin kulm, pi kulmit, rrashas edhe bite poshtë, ti men të kulmi dhe të skelet i ki. Ama mi pas ti men të ko, zoti madh, sot qka kam vepru me leka qfa raportit e zoti jem kan ka dhonë. Për shkak se nesër ma faktikisht nuk dijet thonë të fodejlim një jadi njeri ju planifikon për 20 vjet e arshme, ndërsa ndoshta nuk i kanë met ati vetëm 20 minuta një jetën e vetë. Këtë tha pejgamberi Allahut para ta, tha Abdullah ibn Omeri, tha herë pejgamberi Allahut mandoi dorën e tij të ndershme në supët e mia dhe tha jeton këtë dunja sikur me qenë jabanxhi. A ka mundësi një misafiri Turqis me arë këtu dhe thot ta marroj një pallat se po shkoj për një javdit ka marrë. Kur kush nuk marron pallate për javdit se është e përkosh. Çdo sen që e përkoshme është nuk i kushtojmë në rëndësi vëllezër të ndershëm. Na i kushtojmë rëndësi të përhershmes. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm kur e pyetën Malik ibn Dinari që nuk kish asnjë shtroje në shtëpinë e vet, ja Malik ku i ke çu shtroja, than shtëpinë e re se pres me dolnta. Tha ku e ke fillu, ku e ke qit temelin shtëpinë e re, than ahiret. Jam duke ndërtuar shtëpinë time që është i përhershme, kjo kalimtare sa problem, na mujmë kalimgna përkohësisht të refugjatët nuk jetojnë pallate, ato mujnë të jetojnë edhe në përshatore. Pra ne këtë dunjë vëllezër të ndershëm jemi të përkohshëm, nuk jemi të përhershëm. Pra thonë të pejgamberi Allahut jeton këtë dunja sikur një jabanxhi. A jabanxhia që vjen nuk i ndërton, a e di se ka me shku një ditë dhe ka me lanë. Dhe ai nuk financon për ata që e përkohshme, po ai shiqon me arrit stacionin e fundit dhe ai shpenzon për stacionin e fundit. E wahabi sebil ose jeton këtë dunja si me qenë udhëtar. Abdullah ibn Omeri pastaj këtë në këshill thënë nëse gjen sabaj mos e prit akshamin. Nëse dzen akshami mos e prit sabahun, tha shfrytëzoje shëndetin tanë për ditët e sëmundjes dhe shfrytëzoje jetën tonë para se të vdisësh. Abdullah Mesudi kur sëmund të qandën. Dhe e pyetën Abdullah Mesudi pse po qandë. Tha s'po qaj se jam smund. Po para smundjes kam qenë aktiv shumë sa unë po kam qef mu pas qenë aktiv. Pse? Ka thonë pejgamberi Allahu se nëse erot një rob udhton, apo së muat i shkruan në veprat që i ka bon kur ka qenë vendas dhe kur ka qenë i shëndosh. Nëse ke qenë namazgji, nëse ke qenë i kujdesshëm në xhami, ti edhe kur smun me dal në xhami mos u merakos. Nga se ti e shkeruan veprat si mu falë në xhami, ndërsa ti që si e falën nëse ti s'mua shëruna zot, nuk shkeruat as një vepër që e ke boti gjatë sëmundjes tone për shkak se kur ki qeni shëndosh ke qenë neglizhent. Shkeruan se i ki pijen ti ka 100 ekspreza dhe makijato në kafe. A i në shpi as makijato as ka si as ekspreza ma i shkeruan ati shka ka boj para se me u konën i sëmur, para të leo të ndërshëm thënë të Abdullah ibn Omeri, shfrytëzoje lirinin tonë, shfrytëzoje ti jetën tonë para se të vdisësh, shfrytëzoje shëndetin tonë para sëmundjes. Mos tuaj unë këtë plak në keni me bo, ka një mirikjat ka mi falë. A ku ta shomi këtë plak është ti u falësh me karik edhe ata dire qatë me ndi se i qonë në skaj. Kanë arsia ato të cilët janë të sëmur. Mirë po ti vllai dashur kur i qeni shnosh, ki mujtën dhe ki pas takat. Ku ki qenë ti, pyte vetën tone ku jeti. 5 herë Allahu të thëret ku jeti. Allahu të thëret, ti nuk i përgjigjesh zotit tanë. Për këtë arsije për fatë të keq. Kur po shkojmë dhe ngushëllime o xhallar për fatë të keq që janë murgjip në pjesën ndërmuese, që do të thot ata që ja bëjnë qefin njerëzve xhamatlive thojnë a konë zemër mirë, a konë i drejt, a konë punëtor, a konë dhe a konë, amo kigjeria së konë i gjamiës për ata me një vend rastisa dhe ja tregova atë ngjarjen e mbretit, që mbreti se kish lona s'kan me dhonë mendim, i kishte bota në të zezët, të në të ligët, e pastaj gjithashtu ai kur ka fol ka thonë inshallah xhenet libe pejgamberi. E një bujk
E ngrën dorën, thot, a ka mundësi di fjalë ti tham? Tha, or no. Tha, e morë zot një mbret, çka më ka ndodhur si vjet? Tha, çka ka ndodhur? Tha, arën, tha, pranver, tha, e lirova, e pastaj, tha, e mbjella elb. Tha, ku kam shku me korë, ishte bon gërun. Tha, kur erë kam bahi me korë, ishte bon gërun. Tha, t'ja pullun me neve. Neve në ke gjithë, neve me na. Bon me na konsideru të marë, ku bon të elbi gërun. Tha, do t'imret, mas i veprat e liga tua, po bakën veprat mira në ahiret, xhenet, po lip me kejt këto. Belat dhe musibetët që i kita, pse elbi mos po bon gërun. Pra elbi ku të bon gërun, veprat e tua bon vledhë të ndërshëm të qojnë xhenet. Mi po veprat e liga, Allahu me mëshirën në vetë ka thonë ti shëndrojnë në veprat të mira, nëse ti pëndosh dhe zgjosh para se të shkojsh të Zoti jot. A ka ma bujarë se Allahu jot? A ka ma bujarë se Zoti jot, i cili thot veprat që i ki bot liga gjatë jetës tone, unë ti shëndrojnë në veprat të mira, me një kusht, që të pëndosh të Allahu Azza wa Jall sinqerisht i kthejë Zotit tanë, të ngjallë zemrën tone, të përjetojsh Zotin tanë, të njihesh me Zotin tanë, të bajtosh me Zotin tanë, dhe ti të pregaditësh që një ditë të takosh me Zotin tanë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta bën nga ata të cilët pregaditëm për takimin me Allahun Azza wa Jall. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të çmong dhe të largon pa kujdesin nga zemrat tona, ta bën rob që e njohmi Zotin ton me zemra para se ta njohmi me gjua. Lusim Allahun Azza wa Jall që të lutojnë zemrat tona para se të lutojnë si ton. Kjo është gjak shenja prej shenjave të gjallërisë së zemrës. Pra vëllezër të ndërshëm, njerëzit jetojnë me zemra, janë të gjallë, ndërsa jo me trupa, se ka mundësi trupi tyre të shndrohet në varr. Para ta ashtu depresioni, ashtu stresi, janë shru belaçë, plec dhe zëngjishët tonë si kanë përjetu, nga se ne vëllezër të ndërshëm i kemi vdek zemra dhe shpirtrat, dhe dojmë i knaq vetëm trupat, nuk knaqët trupi përderisa zemra është në gjumë, zemra është e vdekur. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të në banë të lumëtën këtë dunja dhe ditën kur takohemi me Allahun Azza wa Jall, ta shijojmë kënaqësinë e Zotit ton. Lusim Allahun Azza wa Jall ti ka të jeta kënaq me Allahun para se takohemi me ta, ta ndërtojmë shtëpinë ton para se të banojmë ta. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na i fal gabimet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndërshëm, të zgjohemi para se vdekja të na zgjon. Të zgjohemi para se ta ndrojmë të rikthehemi sërish këtë dunja dhe ti përmirësojmë veprat tona. Pra të Allahu Azza wa Jall tregon dhe thot wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi irji'un. Pra ta tha vepni për Allahun Azza wa Jall para se ta kaplon apo ta përjeton një njeri vdekjen, e pastaj ti thot Allahut Azza wa Jall, o Zot, më le dhe një afat që unë të jap sadaka, jap pra rastin e ke që t'jip sadaka. Ka thonë dietar vëllezër të ndërshëm, pse ki njeri në çastet e vdekjes e andron dhe kërkon që Allahu Azza wa Jall ati t'ja gjat afatin dhe ta lën të gjallë, edhe pse ka kërku prej ati në veçanti lëmoshën, po s'ka thonë o Zot më lejo edhe më gat baj namaz, ta xheroj apo vepra të tjera, nga se ka thonë se ka tëre i shpalosët e realiteti ahiretit, i shpalosët e realiteti krijimit Allahut Azza wa Jall të këtij njeri, i shpalosët ahireti dhe e shef se sevapi më i madh pas namazit tek Allahu Azza wa Jall sadakaj. Sadakaja është vepër shumë e lehtë, nëse njeriu e kupton mirë, për shumë me vlerë te Allahu, nga se sadakaja lëmosha shuan hidhërimin e Allahut Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndërshëm, ne të zgjohemi para se të him në varr, para se të mbulojnë me dhe, nga se thot pejgamberi Allahu, njerin e përcelin tre sende që e kanë shoqëruar këtë dunja, e ato të dy janë që ndahen dhe nuk gjendrojnë me ta, vetëm njëna që ndron me ta.
njeri në parcelin familjarët, dashamirët e ti dhe parcel pasuria ti dikthehen e jetë me ta vetëm vepra jote. Pra me ti nuk kanë me ngelën vetëm vepra jote. Pra leo të ndërshëm të shfrytëzojmë jetën tonë. Nga se Allahu Azza wa Jalla ka zbrit një sure në Kur'anin e Kerim që thonë të Imam Shafiu, me i pasbritën krijesave vetëm kjo sure do t'i mjafton të atyre si argument kundra tyre apo për to. Apo me një transmetim si kur njerëz të kishin mediturat kësaj sure dhe i s'kaj kaptin e njerëzve do t'i kish mjaftuan kjo kaptin. Cëlla kaptin? Këtë kaptin që shumica e muslimanëve e din, që thotë Allahu al asri innal insana lafi khusr, pasha kohën. Dhe Allahu betohet në atë që don, ni po neve nuk na lejohet të betohemi mund t'i kanë tjetër pas Allahu. Ka thonë innal insana lafi khusr, vërtet njeriu në humbje. Dietarët, komentatorët e Kur'anit e Kerimit kanë thonë pse Allahu ka thonë se njeriu në humbje. Për shkak se koha kalon. Ditët ecin, vjetët ecin, dhe njeriu të mbaron jetë. E nëse i mbaron jetë, njeriu çka bëhet humbë. Pra për këtë arsye është betu Allahu Azza wa Jalla në vlerën e kohës. Sa koha ka? Vlerë ka thonën Hasan al-Basriu, koha është me vlerën e njeriut. Sa herë që kalon një ditë, një pjesë e trupit ti ka mbaru, se ajo ditë më nuk kthehet. Për këtë arsye Allahu ka thonë, ditët kalojnë, jeta kalon, afromu të ahireti, ati ende i pakujdesshëm neglizhencë, që rezulton se ti e humbur. Përveç se disa njerëz të cilët kanë ditë me shfrytëzu kohën me çka? Me 4 vepra. Ka thonë përveç se ai që zgjuan me iman, ai që e ka zgjuan zemrën e tij me iman, dhe ai i cili e ka zgju gjithashtu vetën e tij, shpirtin e vet me vepra të mira. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Dhe ai që e ka zgjuan duke folën të vërtetën. Wa tawasaw bil haqq. Kanë porosit njëri tjetrin me të vërtetë, mojo për të vërtetë. Mos hek dorë për të vërtetën se kjo që të bën dobi. Wa tawasaw bis sabr. Ama nëse e thot hakin kushton. Dhe ti dukat me blejen të artari as kushton. Tja mendove se si kur qipsat njajt, njësoj janë edhe të artari. Tja mendove vlla i dashur musliman, se diamanti është i barast me kokat e pasulit dhe orizit. Pa ata ka thonë wa tawasaw bil haqq, ato që urdojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, gjithashtu ju poroses që ta morin një bagazh të madh me sabër, ban sabër. Me ngu ligjerat duhesh me bo sabër, me arë në xhami duhesh me bo sabër, me agjeru duhesh me bo sabër, me bo namaz duhesh me bo sabër. Amo kjo është ajo e cila të ban gatimtar dhe fitimtar. Pra thënë të Allahu Azza wa Jall, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka arë koha që zemrat ti frikën Allahut Azza wa Jall. A nuk ka arë koha vledhët të ndërshëm që zemrat tona të zbutën. A nuk ka arë koha që si ton të lotojnë. A nuk ka arë koha që ti praktismi gjunat, mëkatët, që i dhërojnë dhe nuk i donë Zoti jonë dhe na bojnë damë. A nuk ka arë koha që të zgjohemi para se të në zgjojnë. Para të leja të ndërshëm le të zgjohemi para se të në zgjojnë në varë. Nga se zgjimi në varë më nuk ka dobi, nga se nga këthot o thonte Omer ibn Khattabi, kjo dunja është vepër pa llogari. Nuk ka laps që e llogarit në këtë dunja, nuk ka peshore që peshohesh këtë dunja. Kjo dunja është vepër dhe vepër. Ndërsa ahireti është llogari pa vepër. Para ato që i vepruan këtë dunja, fituan në ahiret. Ato që cilët u treguan për taca dhe neglizhenta këtë dunja, janë më të humburin në ahiret. Le të zgjohemi vëllezër të ndërshëm me zemra dhe shpirtat tona, ta kuptojmë realitetin pse jemi kriju, ta kuptojmë realitetin pse kemi ardhur. Kuptojmë çdo çast edhe në punën tonë, në detyrën tonë ku je. Ti je një ushtar i ushtarëve të Allahut nëse e kije këtë jetë. Dhe me këtë me përfundoj këtë hizbe transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, që thot shokët e pejgamberit Allahut, ju shfaq një njeri
pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët kur I ponë se ki, mashallah I fuqish, trupin e madh, sahabët shokët e pejgamberit Allahut, e din çka thanë, a ka qfar burri ka naj azgan të rim I fuqishëm, si kur që të kish qenë të kish luftu në rrugën e Allahut azza wa jall të kish bon gjihad. Dhe të ka të shim gjihad janë ka veprën e madhe. Mi bën të gjone pejgamberi Allahut çka thanë, ta tu që të regoj për një njeri që është ma I mirë se ki, a që të regoj për një njeri që është ma të rim se ki, a që të regoj për një njeri që është ma zganë se ki, a që të regoj për njeri që është ma I fuqishëm se ki. Ta në të regoj, ja Rasulullah, tha I cili bdel prej shtëpisë së vetë, në punë kërkon halal dhe kujdeset që jep hakin punës vetë, dhe nuk pranon me punu pun haram, dhe nuk pranon hakin e qerve me shtin gjepin e vet, dhe aj që ushqen thak me ket halal e ushqen familjen e vet, kite ka Allahu azza wa jall është ma I larti, ma I dobishmi, ma I miri, për çka këse dhe kjo a gjihad në rrugën e Allahut azza wa jall. Pra leja të ndërshëm ke kujdes kur dil shpej shtëpis tane, në qfar pun ti je I ponsuar, qfar misioni ti kendit në djetën tëne, qfar punë ti krinë dhe ja jep hakin punës tëne, a është në lekun e qerve me pa hak në gjepin tënë, apo nuk I banë zullum qerve, nëse ato nuk e kuptojnë të regu, nëse ato nuk të kuptojnë dalaverët e tua, dije se Allahu të shef, Allahu e kuptojnë, Allahu të shef, a jenë dëtirën tëne, a jenë vazivën tëne, a jenë punën tëne, apo ti kishti hile punës tane. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na furnizon halal, dhe nga këto fillon zbutja e zemrave. Nga se njoni e pyti Ahmed ibn Hanbalin dhe I tha, mitëm të e përmen Allahun, mi pos po zbutët zemrë. Allahu ka thonë, me ala bi dhikri lajtët me inul kolob, me përmenjen Allahu zbutën zemrët. A din që ka e këshilloj atës, dhe në zonësi ati Abdul Wahab ibn Warraki që tha, hani halal ju zbutët zemrë, hani halal kujdes në qka po hali dhe qka po ishqeni familjar, ju zbutët zemrë. Kur o pit Ahmed ibn Hanbali për këtë fetfa, tha ki është ai cili e ka dhonë fetfan dhe mendimin dhe e ka shqirtu zbutjen e zemrës nga roja, këtu roja, neve roja këtu nga ka kallë. A I këmushme që këta me prevari, qohën saba, si të manipuloj që këta, ja merë kapalin edhe mbosin si ja shef një ditë vetë. Ma e që ditë që me vetë të shqiptarë ndohë, I jep borç, do është mu ju paracit 50 herë edhe me kusht, mi dhonë raport se pse po duhen. Para të vetë a thot I kam darsë, I paracit dhe mëra kam halë, mu ka prish kërë, në spital, duhet me rejtë, për dryshe, aja s'nin për atë muem ki gjeta, hakin e vetë me lip duhet 5.000 arsije mi paracit, edhe ata mujt me adhon, ata në vich 10% kishin qëllu, inshallah, vëllavi jem Zvicër, asi të vene, na e lajmë këtë punë, a nuk e di se vëllavi të vetë, kin full ashtë në borë që vëllavi vetë, me gjitha ta ki manipulon me mosën, edhe thot, mirë ashtë, sa është mirë dhe zbatë mirë, për këtë arsije ka mundësi që 50 vetë bën namaz, nuk e shijon namazin e vetë, ka mundësi që I lutët zotit vetë, Allahu lutën ati nuk ja pranon, e njoni tha vëllaj s'ka kalu 24 orë, maksimalisht 48 orë, vetëm Allahu mu ka përgjigj. Tha që shi lutë Allahu tanë që do përgjigj, tha hongra halal dhe I thash, o Zot, m'ke urnut lutëm, unë e tha u luta, përgjigjë mos I shmje premtu, tha Allahu premtimin e realizojke. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu barkat tona të imbushe me halal dhe të naruje nga harami. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.